Doajeni i gazetarisë kosovare Nehat Islami, njëherët edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, qëndroi në Ferizaj dhe pati një bisedë jo formale me gazetarët dhe korrespondentët e kësaj ane. Gjatë bisedës u ngritën shumë shqetësime lidhur me respektimin e kodit etik gjatë punës së përditshme të gazetarëve. Islami tha se gazetarët duhet të raportojnë sa më hollësisht dhe me fakte dhe jo të sjellin përfundime për një çështje të caktuar. Duhet së pari të japim fjalën të gjitha palëve kur bëhet fjalë për ndonjë çështje. Nuk mund të jetë artikulli i suksesshëm nëse shfrytëzon vetëm një burim, por duhet të shfrytëzojë të gjitha burimet e gazetarët nuk janë gjyqtarë të cilët duhet të vendosin për vërtetësinë e ndonjë problemi deri në fund, sepse gjykata është ajo e cila merret me këtë çështje, por gazetarët janë raportues të ngjarjes duke shfrytzuar të gjitha burimet e mundshme, pa sjellë ndonjë përfundim, sepse gazetarët nuk kanë nevojë që të sjellin përfundime të çështjeve. Kjo nuk është detyrë e tyre. Ndërkaq kryetari i klubit të gazetarëve Haki Braha në Ferizaj, Skender Idrizi, tregoi se ndër të tjera u fol edhe për ndryshimet e fundit në kodin etik të gazetarëve. U diskutua për disa ndryshime të vogla që ka psuar kodi i mirësjelljes së gazetarëve. Tashmë nga 16 vjet, faza e fëmijëve është bartur për 2 vjet, domethënë tash ato të vlen 18 vjet dhe gazetarët në të ardhmen duhet të kenë kujdes kur raportojnë në lidhje me këtë grup moshë të fëmijëve. Edhe gjëra tjera me interes kështu për shkëmbime përvojave dhe çështje që lidhen me punën e përditshme të gazetarëve. Gazetari i shquar Nehat Islami më kritik ishte ndaj portaleve të ndryshme e sidomos ndaj atyre që nuk i paraqesin burimet, por edhe që lejojnë komentet fyese, ku përdoret një gjuhë e ulët, ndërkaq fajtorët për këtë tha se janë vetë redaksit.